Mega skandali në institucionin më të lartë financiar në vend me vjedhjen e 713 milion lekëve të ri nga thesari i shtetit ka sjellë për herë të parë reagimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për rreth një orë ambasadori amerikan në vendin tonë Aleksander Arvizu zhvilloi një takim me guvernatorin e Bankës së Shqipërisë Ardian Fullani në zyrën e tij, në selin qendrore të Bankës së Shqipërisë. Në një prononcim për mediat menjëherë sapo u përcoll nga guvernatori, Arvizu e cilësoi vjedhjen një çështje serioze dhe theksoi rëndësinë e vijimit të hetimeve nga prokuroria dhe funksionimin e bankës në mënyrë të pavarur dhe profesionale. Ka një hetim në vazhdimsi për krimin pasi me përballë një çështjeje serioze. Së dyti janë problemet e kontrollit të menaxhimit të brendshëm. Kjo ngjarje nënvlerëson rëndësinë e asaj se çfarë ndodh në kontrollin e brendshëm. Dhe kjo bankë funksionon në bazë të modeleve të bankave perëndimore dhe ka marrë praktikat më të mira nga bankat e tjera. Por dukshëm sistemi mund të përmirësohet. Kjo është e rëndësishme për t'u parë në të ardhmen. Është normale që ka implikime politike të brendshme, por Banka e Shqipërisë ndërvepron me Fondin Monetar Ndërkombëtar, Bankën Botërore, Berghin dhe shumë banka të tjera, siç është i rëndësishëm për rimëkëmbjen e ekonomisë shqiptare. Ne e kuptojmë zemërimin e njerëzve dhe ata kanë të drejtë të jenë të indinjuar. Kjo është një ndjenjë natyrshme. Por e rëndësishme është që t'i lihet vend hetimit. Është e rëndësishme për bankën, dhe kur flas për të, flas për stafin dhe guvernatorin, për bordin e bankës, për të ushtruar detyrën e tyre profesionalisht të pavarur. Interesit të gazetarëve nëse duhet të ketë shkarkim të Fullanit, Arvizu ju përgjigj kështu. Nuk është diçka që më takon mua ta vendos. Nuk besoj se është një vendim që i takon një personit të vetëm. Ka procedura për këtë. Ai është guvernatori i bankës, por është bordi, është një mekanizëm mbikëqyrës. Parlamenti ka një rol, kështu që nuk është në pozicionin e SBA-s që të adresojë këtë lloj problemi. Por mesazhi që Shtetet e Bashkuara kërkojnë të japin është se stabiliteti i vendit është shumë i rëndësishëm. Njerëzit janë kuptueshëm të mërzitur. Mua më duket se ka një proces që po vepron. Së pari duke adresuar akuzat kriminale, por edhe në tërësi për të rregulluar procedurat dhe populli do të ketë besim tek banka. Sipas ambasadorit Arvizu, çështja e vjedhjes së thesarit i takon dhe parlamentit që përmes seancave dëgjimore t'i jap përgjigje nevojës së qytetarëve për të ditur mbi këtë skandal. Deklaratat e ambasadorit Arvizu shënojnë reagimin e parë zyrtar nga ndërkombëtarët në lidhje me skandalin e Bankës së Shqipërisë.